So as much as I believe that the Lord is giving me the words to speak, Sado që unë besoj që Perëndia po më jep fjalët për të predikuar, I advise wherever you go and whoever you listen to, ju këshilloj se që kudo që ju të shkoni dhe kudo që ju flet juve, check the word to make sure what they said is true. kontrolloni fjalën dhe shikoni nëse ai që po flitet është e vërtetë. We are living in a day where there's a lot of bad teaching. Ne po jetojmë në kohë ku ka mësime të këqija. We're living in a day like in the days of Samuel, Po jetojmë në kohën e Samuelit, where the word of God is rare and there's not much vision. ku fjala e Perëndisë është e rrallë dhe nuk ka vizion. But I will tell you that the fire of God has not gone out. Por unë ju them që zjarri i Perëndisë nuk është shuar akoma. And I praise God for the kingdom of the Netherlands and the people that he has laid his hands upon in that land. Dhe lavdroj Perëndin për tokën e Hollandës dhe për atë çfarë Perëndia është duke bërë atje dhe për mbretërinë e tij. I'm a guest here, Unë jam një mik këtu, but it's like my other family in Tirana. po është tamam si një familje e tjetër në këtu në But Tiranë. at the church where I preach on Sunday, Por te kisha ku unë predikoj të dielave, if it weren't for the Netherlands, I don't know if I'd be preaching to empty seats. nuk e di nëse nuk do ishte por holandezë, unë do ju predikoja karrigeve bosh. I'm so impressed by groups of people from the Netherlands, Jam shumë i impresionuar nga grupet nga Hollanda, 4 or 5 18-year-old boys going to a beach holiday at the beach. për ata djem 5 deri në 18 vjeç që shkojnë në plazh And they get up on Sunday morning and make their way to Tirana just so they can be in church. dhe shkojnë në Durrës dhe pastaj kthehen përsëri në Tiranë vetëm për të ardhur në kish. I don't know many church people in America that would go to church on their vacation. Dhe nuk njoh njerëz në Amerikë të cilët kur janë në pushimesh duan shkojnë në kish. Especially 18-year-old boys on a beach vacation. Dhe sidomos djem 18 vjeçar. God is doing something in the Netherlands. Perëndia është duke bërë diçka në Holland. And I can't get away from you all. I know wherever I go, there you are. Dhe nuk është se shkëputem dot nga holandezët, sepse kudo që un jam ato janë aty. I will be in the Netherlands in about 6 weeks, doing some ministry over a weekend. Do jem për shërbes në Holland për gati pas 6 javësh. And God is doing something. Dhe Perëndia është duke bërë diçka, po vepron në Holland. But God is about to do something mighty here in Albania because he's moving all around the world. Por Perëndia do bëjë diçka të mrekullueshme, të fuqishme këtu në Shqipëri sepse ai është duke lëvizur kudo në botë. I'm going to tell you one other story which I probably haven't told here unless it was in the Bible school. Do ju them një histori që me shumë mundësi nuk e kam thënë këtu, vetëm nëse mund ta kem thënë në shkollën biblike. But yeah, I'll just start it. So many years ago, more than 30 years ago, I went on a mission trip to England. Para 30 vite shkova për mision në Angli. And I was with a group of people and the pastor there was a friend of mine. Isha me një grup mish dhe pastori atje ishte miku im. And we were in the city of Anyway, we were in Bradford. Isha në Bradford në Angli. And we did a lot of street ministry. Dhe kemi ungjillizuar në rrugë. But it's the city where Smith Wigglesworth is from, if any of you know who Por qyteti ku Smith Wiggle është. So the pastor friend says, let's go to his grave. Dhe pastori tha, le të shkojmë te varri I tij. Now, I don't know about you, but I don't necessarily like going to graves. Nuk e di për ju, po mua nuk më pëlqen të shkoj në varre, në varreza. If it's not somebody that I know or that I was related to or I had some emotional tie to. Sidomos nëse nuk është një person të cilin kam qenë emocionalisht I lidhur ose kam pasur një marrëdhënie familjar. So on a typical British spring day, dhe në një ditë tipike angleze pranverore, about 9 degrees, rreth 9 gradë. And it wasn't really raining, but water was just drifting down from the heavens. Nuk është se po binte shi, por ama gjithsesi shiu po rrithte nga qielli avash avash. We went out and stood in the cold, damp air. Dhe po qëndronim jashtë në atë të ftohtë. Around a grave. Rreth varrit. And my friend said, "Oh, can't you feel the spirit of God here?" Dhe miku im tha, a mund ta ndjeni frymën e Zotit këtu? And in my mind I thought, only if the Spirit of God is cold and wet. Vetëm në qoftë se fryma e Perëndis është e ftohtë dhe e lagur. And he then came up to me and he's like,
You want a double portion? Lay on the ground. A dëshiron që një porcion i dyfisht të rrjedh në tokë, të And I jetë i thought, shtirë në what could tokë. be more miserable than standing in the rain, Çfarë mund të jetë më e keqe se sa të qëndrosh këtu në këtë shi, laying in it? të shtrihesh. So I said no. Dhe I thash jo. And everybody, the other people that were this, oh, that was just such a great spiritual time. The presence of God was so strong. Dhe të gjithë më thonin, "O, ishte një kohë kaq e bukur dhe prezenca e Perëndisë ishte aty." We went on to have some amazing meetings. Dhe pastaj patëm disa takime shumë të We saw mrekullueshme, healing, deliverance, salvation. pam shpëtim, çlirim, shërim. And at the end of the trip, we went to London. Dhe në fund të udhëtimit shkuam në Londër. And we went to John Wesley's house. Dhe shkuam tek shtëpia e John Wesley's. Now, if you don't know who John Wesley is, he doesn't live there anymore. He's dead. Dhe nëse jo e njihni atë, ai nuk jeton më aty, ai ka vdekur, But he is buried across the street in a little graveyard. por është I varrosur afër në qoshe të rrugës në Kopësht. Along with his brother Charles, who wrote many classic hymns. Dhe bashkë me vllajën e tij, Charlin, I cili ka shkruar shumë himne, John Bunyan, who wrote Pilgrim's Progress. John Bunyan. I cili ka Udhtimi- shkruar shumë udhtimi I Or Pellegrini? yes, Pellegrini besimtarit? Or I besimtarëve, po. something like that. I don't know. Anyway, I don't know. I was like, why are these people wanting to go to, they wanted to go to the grave. I'm like, why are they so obsessed with dead people? Dhe po mendoja pse këto njerëz duan të shkojnë në përvarë dhe pse janë kaq të fiksuar me varrezat. So again, but it wasn't raining at least, praise God. Por lavdi Zotit nuk po binte shi atë So we ditë. went out and stood in the graveyard and everybody was like, oh, the presence of God is so strong here. Dhe njëjta gjë ndodhi përsëri, të gjithë po thonin, "O, prania e Perëndisë është kaq e mrekullueshme këtu." I felt nothing. Por unë nuk po ndjeja gjë. And then we went in. Dhe pastaj shkuam John brenda. Wesley was a devoted man of prayer. John Wesley ishte një person shumë I devotshëm ndaj Perëndisë. The story is that every morning at 4 a.m. he would get up and pray for 4 hours in this little space on the side of his bedroom. Dhe ai do ngrihej gjithmonë në orën 4 të mëngjesit për të lutur në një qoshe të dhomës së tij. And as we were going through, Dhe teksa po vazhdonim, we went into his bedroom shkuam tek dhoma e tij and I went over to where he prayed dhe shkova pikërisht tek ajo qoshe ku ai and lutej. I could barely stand because of the weightiness that I felt of the presence of God. Dhe mezi po qëndroja për shkak të peshës të pranisë së Perëndisë që ndodhej në atë vend. And the Lord rebuked me Dhe Perëndia më qortoi. and said, my presence is everywhere, Prania ime është kudo, but you only acknowledge it when you're comfortable. por ti e dallon atë vetëm ku ti je në rregull, ndjehesh rehat. My presence was just as powerful at the graves Prania ime ishte po aq e fuqishme edhe në varreza, as it is in this room. siç është edhe në këtë dhomë. So my confession tonight Dhe rrëfimi im sot, is I really love the music. unë vërtet më pëlqeu shumë And it muzika. tuned me into the presence of God so quickly. Dhe më futi më një herë në praninë e Perëndisë. And I was like, oh Lord, I just need to be here more often. Dhe thash, o Zot, kam shumë nevojë që të jem këtu më shpesh. And then I was like, no, I need to learn to tune in other places. Dhe pastaj thash, jo, unë duhet të mësoj që të futem në praninë e Perëndisë edhe në vende të tjera. Because you guys make it easy to tune in to the presence of God. Sepse ju e bëni të lehtë të hyni të lejoni të tjerë të hyjnë në praninë e Zotit. But even as we sang, Por edhe siç e kënduam, it's not always about whether it's good or bad. dhe nuk është gjithmonë për nëse është e mirë ose është e keqe. We need to seek God, acknowledge Him, and let His glory rise upon us. Por ne duhet ta kërkojmë Perëndin, ta njohim atij edhe ta lëmë atë që lavdia e tij të ngrihet. So enough of the preliminary. Sorry, one. Enough of the preliminary. Tani dalim nga hyrja. Now we're actually going to get to something good, I think. Dhe tani do fillojmë me diçka shumë të mirë. Because we're living in a time Sepse po jetojmë në një where the kohë Word of God is rare ku fjala e Perëndisë është e rrallë and there's not a lot of vision. dhe nuk ka vizion. A few months ago, Para disa muajsh, I delivered a prophetic word to a group of people in the Netherlands. I kam ndarë një fjalë profetike disa personave në Holland. They were gathered from all over Europe. Ishin të mbledhur nga e gjithë Europa. But what we experienced and what we saw was the Word of God has been
boxed in, good word. Somebody said that. Çfarë neve kuptuam dhe çfarë pam ishte që fjala e Perëndis ishte futur në një kuti, domethënë ishte The word and the brenda një presence, kutie. if you want it, you have to go to this place Pra, në or qoftë- this place. Në qoftë se Or ti e this doje place. praninë e Perëndis, duhet të shkoje në vende të caktuara. But the word of God is not rare. Por fjala e Perëndis nuk është e rrallë. Romans chapter 10 tells us that the word of God is near you. It's in your grasp. It's in your mouth. Por tek Romakët 10 na thuhet që fjala e Perëndis është afër teje, And është në gojën tënde. And the Lord is beginning to break down the walls that have been built Dhe Perëndia po fillon të shëmb ato mure të cilët janë ndërtuar by governments that prevent the word of God from going forward, nga qeveria e cila ndalon fjalën e Perëndis të ndahet, by të flitet, religion that prevents the Spirit of God from moving, nga fetarizmi e cila ndalon frymën e Perëndis që të lëvizë nëpërmjet nesh, and by churches that would lay claim to being the only voice of God. dhe nga kisha të cilët shpallin që janë të vetin, të cilën munden të shpallin edhe të flasin fjalën e And I Perëndis. would challenge you today, Dhe ju sfidoj sot, only according to this, vetëm duke ju përmbajtur kësaj that a librit, boldness will come upon you që një guxim do vinë përmbi ju, to release that word of God that is in your grasp and in your mouth. për të çliruar atë fjalë që ndodhet pranë jush në gojën tuaj. The world needs the word. Bota ka nevojë për fjalën, And unfortunately, it has been pinned in. por për fat të keq është e futur në një kuti, është e mbyllur And it needs to flood the streets. dhe ka nevojë që të rrjedh nëpër rrugë. The land is dry and barren. Por edhe toka është e thatë. Not because God is not here, Jo sepse Perëndia nuk është këtu, but it's because we've asked him to stay in this room instead of going out there. sepse I kemi kërkuar atij që të jetë këtu në këtë dhomë sesa të dalë jashtë edhe të punojë jashtë në So rrugë. praise God for the kingdom of the Netherlands. Lavdi Zotit për tokën e That hollandezëve you've come to help spread the word of God in Albania. që keni ardhur për të ndihmuar që të ndani fjalën e Perëndis këtu në You've met Shqipëri. with those young people in Erseka. Keni takuar ata të rinë në Ersek. You've done good things. Keni bërë gjëra shumë të I mira. know this church does great things, Edhe di që edhe kjo kishë bën gjëra shumë të mira. and it's always a pleasure to be here. Dhe është vërtet kënaqësi që të jesh këtu. And I will tell you because that was a lead up to tell you that God is about to unleash some new things, not new things, old things in the world. Por është në linj për t'ju treguar juve që Perëndia është duke u përpjekur për të çliruar jo gjëra të reja, por gjëra të vjetra për t'i sjellë përsëri dhe për t'i çliruar There are nëpërmjet nesh. ancient wells in Albania Ka puset të vjetra këtu në Shqipëri. that we are not going to have to dig them open. The power of the word is going to burst them forth. Dhe nuk kemi pse të gërmojmë për t'i hapur ata, por vetë fryma e Perëndis ka për të rrjedhur, ka për të dalë vetë fuqishëm. And they will mix with a outpouring from heaven, Dhe ka për të miksuar bashkë me një derdhje nga mbretëria e Perëndis. not a drizzle like that in England, Jo disa pika shiu si në Angli, but a forceful release of the word and spirit of God on the land that will mix with his bursting forth from ancient wells and flood the land once por again. një rrjedhje e fuqishme nga mbretëria e Perëndis që do miksohet me atë dalje të fuqishme nga ato puste të vjetra That's happening in the Netherlands. që po ndodh në Holland. And the Netherlands is really good at holding back water. Dhe Hollanda është shumë e mirë për të mbajtur ujrat. But God says the church and the government and the religion will not hold back my water anymore. Amen. Por fjala për Zoti po thotë që as qeveria dhe as fetarizmi nuk kanë për të mbajtur fuqinë e Perëndis të rrjedh këtu në Shqipëri. Because out of your belly, Sepse nga barku yt, my rivers will flow. ujrat e gjallë kanë për të rrjedhur. Out of your belly, my river will flow. Nga barku yt kanë për të dalë ujrat e gjallë And I will bring healing to the land. dhe kanë për të sjellë shërim këtu në tokë. God's about to do something, Perëndia është duke punuar and it's not going to be through platform preaching. dhe nuk ka për të qenë këtu nga platforma, nga predikimet, It's going to be through disciplined followers of Jesus por ka për të dalë nga ata besimtarë të cilët janë të disiplinuar, who walk according to the Spirit që ecin nëpërmjet frymës and who even
in the same way Jesus did nothing except what he saw the Father doing, the church and the people in the body of Christ will begin to do only what they see the Father doing. Ashtu siç Jezusi nuk bëri asgjë tjetër se atë çfarë pa Atin të bënte, kështu kisha ka për të bërë të njëjtën gjë, duke parë Atin ka për të vepruar dhe kisha. And as we stand, Dhe teksa qëndrojmë, as we arise and shine teksa ngrihemi dhe shkëlqejmë in the light në dritë, that Jesus is shining, dhe Jezusi po shkëlqen, his glory is going to rise. lavdia e tij ka për të ngritur. And those who have never known him Dhe ata të cilët nuk e kanë njohur asnjëherë are atë, going to see his glory, kanë për të parë lavdinë e tij. be drawn to the light, Qëndroi afër dritës and his word is going to flow from you. dhe fjala e tij, lavdia e tij ka për të dalë And nëpërmjet his teje. river of life is going to flow out of you. Dhe lumenj të gjallë kanë për të dalë nëpërmjet teje. And many will come to know Jesus. Dhe shumë kanë për të ardhur dhe kanë për të njohur And the Krishtin. land will be healed. Dhe toka ka për të qenë e shëruar. If you have your Bibles with you, I want you to go to the Old Testament book of Joshua. Në qoftë se I keni Biblat e juaja me vete, dua të shkoni tek Josueu. In Joshua, we pick up the story of the children of Israel Tek Josueu neve shikojmë historinë e fëmijëve të Izraelit, who had left the promises of God. të cilët I kishin braktisur premtimet e Perëndisë. If you look at their story, God had promised Abraham the promised land. Dhe në qoftë se juve shikoni historinë, juve keni për të parë që Perëndia I kishte premtuar Abrahamit tokën e premtuar. But God never said it will be easy to occupy the promised territory. Por Perëndia nuk tha asnjëherë që kishte për të qenë e lehtë për të marrë tokën e premtuar. But he said it is my territory and I give it to you. Por Perëndia tha, është toka ime, është territori im dhe unë ju a jap juve. But what happened? Por çfarë ndodhi? A drought came. Fatësira erdhi. There was no water and the land was dry. Nuk ishte ujë dhe toka ishte e thatë. But instead of seeking everything from God, Por në vend që t'i kërkonin të gjitha gjërat Perëndis, they turned to Egypt. ata u kthyen tek Egjipti. Egypt was not promised land. Egjipti nuk ishte toka e premtuar. Egypt was not godly land. Egjipti nuk ishte një tokë e perëndishme. Egypt, even at that time, was known as a place of death, Egjipti dhe në atë kohë njihej si një vend I vdekur, where they worshipped entombed pharaohs. ku ata adhuronin faraonët e vdekur They në worshipped varre. false gods. Adhuronin zotat e rrem. And yet, the children of Israel said, oh, we can find salvation from the drought in this place that represents worldliness. Edhe izraelitët thanë që po neve kemi për të gjetur shpëtim në këtë tokë të vdekur edhe të thatë. Thank you. In this day, Në këtë ditë, when the word of God is rare ku fjala e Perëndisë është e rrallë and vision is limited, dhe vizioni është I limituar, a lot of people who know better are seeking salvation for their heart dhe ata persona që mendojnë që dinë më mirë janë duke kërkuar shpëtimin për zemrën e tyre, satisfaction for their soul kënaqësi për shpirtin e tyre in the world instead of in Jesus. në botë, në vend që ta kërkojnë tek Jezusi, In the things that the world has to offer instead of the truth that God has. në gjërat të cilat bota ofrojnë, nuk e kërkojnë te Perëndia, tek të vërteta që Perëndia jep. And so the children of Israel were captivated by the world. Dhe izraelitët ishin të burgosur nga bota And it eventually became slavery to them. dhe filluan të ishin slavër për ta, To the point that they grew and prospered because they were still blessed by God, but they were not living in His plan. dhe ishin vërtet të bekuar nga Perëndia, por ama nuk po jetonin për Perëndinë në këtë tokë. The church today is blessed by God, but isn't necessarily living in the path that He has laid out. Kisha sot është e bekuar nga Perëndia, por ama nuk po jeton një jetë të perëndishme. Let me tell you today that blessing is not a sign of righteousness.
Po ju a them sot që bekimi nuk është një shenjë që ti po ecë në drejtësi, It's the sign of a righteous, loving, graceful God. por është një shenjë e një Zoti të drejtë, të perëndishëm dhe edhe të You mëshirshëm. show me a blessed, anointed person and I know nothing about their character. Mund të më tregosh një person që është i bekuar, i favorizuar, por ama unë nuk di asgjë për karakterin e atij I only personi. know that God is a gracious, merciful God. Unë thjesht di që Perëndia im është një Perëndi i mëshirshëm dhe i mirë. So Moses led them out of out of slavery. Pra Mojsiu i nxorri ato nga slavëria God took them through the Red Sea dhe Perëndia i mori dhe i kaloi nëpërmjet detit të Zi and they wandered for 40 years in the desert dhe jetuan 40 vite në shkretëtir. because they just couldn't believe that they could occupy the land. Por sepse ata nuk po besonin që të cilën mundeshin ta merrnin tokën e premtuar. And Joshua, the beginning of the book of Joshua, takes us to the shores of the River Jordan. Dhe libri i Jozoeut na nxjerr neve në bregun e lumit të tokës së premtuar. And verse 2 of the first chapter of the book of Joshua, Tek Jozoeu 1, kapitulli 6, God said, "My servant Moses is dead." Zoti tha, shërbëtori i Mojsi është I vdekur, But you and all these people get ready to cross the Jordan. por ti dhe I tërë populli qëndroni gati për të kaluar Jordanin. Verse 3, I will give you every place where you set your foot as I promised Moses. Dhe vargu 3 thotë që unë kam për të dhënë çdo vend të cilit I kam premtuar Mojsiut. And then in verse 6, he said, "Be strong and courageous because you will lead this people to inherit the land I swore to their ancestors." Dhe te vargu 6 ai thotë I fort dhe guximtar sepse un kam për të drejtuar njerëzit dhe kam për t'i dhënë trashëgimi tokën të cilën un ju betova t'ja jap pas paraardhësve të tyre. Verse 7 said, "Be strong and courageous. Dhe vargu 7 thotë I fort dhe guximtar. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you." I kujdesshëm që t'i bindesh të gjitha ligjeve që shërbëtori I Mojsit dha. Don't turn from it to the right or to the left. Mos ju kthej atyre as majtas dhe as djathtas. So you will be successful wherever you go. Keep this book of the law always on your lips. Dhe ke për të qenë I suksesshëm kudo që ti do jesh. Mbaje këtë libër të ligjit gjithmonë afër teje në gojën tënde. Meditate on it day and Medito night. mbi të ditë e natë. So you can be careful to do everything that's written in Dhe it. ke për të qenë I suksesshëm kudo që ti do jesh. And then verse 9 Dhe vargu 9 says, "Have I not commanded you? thot a nuk të kam urdhëruar unë. Be strong and courageous. I fort dhe trim. Don't be afraid. Mos ki frikë. Don't be discouraged. Mos u diskurajo. For the Lord God will be with you wherever you Sepse go. Perëndia ju do jetë me ty kudo që ti do shkosh. And he won't forsake you." Dhe nuk ka për të braktisur ty. Praise the Lord. And then verse 11, he said, "Go through the camp and tell people, get your provisions ready." Dhe fjala e Perëndis tha, kaloni nëpërmjet kampit dhe jepini popullit këtë urdhër, duke 3 thënë, days from now, you will cross the Jordan here and go in and take possession of the land the Lord your God is giving you. për 3 ditë do kaloni Jordanin për të vajtur të pushtoni vendin që Zoti Perëndia juaj ju jep si trashëgimi. 3 days. 3 ditë. What else do we know about 3 days? Çfarë din tjetër për 3 ditë? But I will tell you in this day, Por po ju them që it is time në for këtë us to ditë gather our provisions and make ourselves ready to possess the land that God has given us. dhe po ju them që të mbledhim të gjitha vizionet që kemi edhe të marrim tokën të cilën Perëndia na e ka premtuar ne. Jesus said, "All authority in heaven and on earth has been given unto me." Jezusi tha që I gjithë autoriteti dhe pushteti më është dhënë mua në That's in tokë. Matthew 28. Ky është Mateu 28 And then he commissioned his church to go into all the world dhe ai urdhëroi kishën që të shkonte në botë and do what? dhe të bënte çfarë? Disciples. Go into all the world and Disciples. is that what he said? Did he say go into all the world and make disciples of all nations? Who said that? See, we've lost the second part. Neve kemi humbur pjesën e dytë. Pra Perëndia Jezusi nuk tha vetëm shkoni dhe bëni dishepull. Ai Praise tha the shkoni Lord. dhe bëni dishepull në mbar kombet. Praise the Lord that we're making disciples of people. Lavdi Zotit që neve jemi duke bërë dishepull. But if we're making disciples of people, we're not
transforming the land for the coming king. Po në qoftë se neve po bëjmë të shepoj vetëm nga njerëz, atëherë neve nuk është se po e transformojmë edhe nuk po e bëjmë gati tokën për lavdinë e mbretit që do vi. It is not politically favorable right now to say we are to transform nations. Nuk është politikisht e drejtë për të thënë që ne kemi për të transformuar kombet. It's not politically acceptable to say we want to see a nation transformed. Nuk është politikisht e drejtë të themi që neve duam të shikojmë kombin të ndryshojë, të transformohet. Because the devil wants to keep that locked away. Sepse djalli dëshiron që ta pengojë këtë gjë. But you know, there are other religions that can openly say, we are here to transform a nation into our ways. Por besimet e tjera janë të hapur për të thënë që neve duam të ndryshojmë dhe duam ta bëjmë sipas qefit ton. And the church hides in its little watering hole Dhe kisha fshihet and brings in the occasional disciple dhe sjell dishepujt e zakonshëm, while the land remains cursed kur toka qëndron e mallkuar, and the people remain lost edhe njerëzit që qëndrojnë të and burgosur, bound by a spirit of slavery that the world has unleashed. të burgosur në një frym të botës, të cilët i mban ata larg nga Perëndia. But that's about to change. Por kjo ka për të ndryshuar And it's going to change through you. dhe ka për të ndryshuar nëpërmjet It's going to jush, change through you. nëpërmjet It's jush. going to change through us. Ka për të ndryshuar nëpërmjet nesh. As we begin to release that water, Teksa neve e nxjerrim, e çlirojmë ato ujë të gjallë. those walls that have held back the truth, Dhe rozojmë ato mure të cilët kanë mbajtur larg dhe kanë penguar fjalën e held Perëndisë. back the word of God, Kanë mbajtur larg fjalën e Perëndisë, të held vërtetat, back the river of life that flows from a throne in heaven to flood the land. që kanë mbajtur larg atë rrjedhën e ujrave të gjallë, të cilët vijnë nga mbretëria, nga froni i It Perëndisë. will burst forth. Ka për të çarë përmes. 2 Chronicles 7:14. 2 Kronikave 2:7. If my people who are called by my name will humble themselves Edhe thuhet që në qoftë se njerëzit të cilët i kam thirrur në emrin tim kanë për të përulur veten e tyre and pray, dhe kanë për të lutur, and that's where most of us stop, dhe aty është momenti ku ne ndalojmë and turn from their wicked ways and seek my face, dhe largohen nga rrugët e tyre të padrejta dhe edhe kërkojnë të vërtetat e mia, then I will hear from heaven, dhe un kam për të dëgjuar nga I will answer qielli, them, kam për t'u përgjigjur and do what? dhe kam për të bërë çfarë? Fill their church. Kam për të mbushur kishën. No. Heal their land. Kam për të shëruar My tokën e spirit tyre. will cover the land like the waters cover the sea. Fryma ime ka për të mbuluar tokën ashtu siç ujrat mbulojnë tokën. You won't need to go to a grave Nuk keni nevojë të shkoni në një varr or a worship service ose në një takim adhurimi to experience the presence and glory of God. për të përjetuar lavdinë dhe praninë e Perëndisë. Because his people Sepse njerëzit e tij, who are called by his name të cilët janë të thirrur nga nëpërmjet emrit humbled të tij, themselves. e përulin veten e tyre and prayed dhe luten and rejected the wickedness that was redeemed by the blood of the cross. dhe mohojnë atë ligësi të cilën ishte u hoq nga gjaku i Krishtit, And they've sought his kingdom and his righteousness in his face. edhe kanë për të kërkuar mbretërinë edhe fytyrën e Perëndisë. And he has released the ancient wells. Dhe ai ka për të shqiruar ato puse të vjetra. And he opened the floodgates of heaven Dhe teksa ai hap portat e qiellit in answer to the prayers and the word that came forth from believers. dhe u përgjigjet lutjeve të cilët kanë dalë nga goja e besimtarëve. If you go over to Joshua chapter 3, this is when it comes to pass. Dhe nëse shkoni tek Jozoeu 3 vargu 1 deri në Early in 5, the morning, Joshua and all the Israelites set out from that town. Jozoeu u ngrit herët në mëngjes, ai Which dhe I tërë can't bitë e Izraelit, pronounce. të cilët nuk ja them dot At emrat. least when I pronounce it, it's not a good word in America. It's okay in Netherlands. Nuk është një fjalë e mirë nëse e them në Amerikë, por është një fjalë e mirë nëse e them për shembull për holandezët. But anyway, they went out from that place, Por gjithsesi, ata u larguan nga ai vend, which sounds like a good place to leave, i cili duket si një vend shumë i mirë për të jetuar në and fakt, they went to the Jordan. dhe shkuan tek lumi Jordan.
And when they camped there before crossing over. Dhe u ndalën aty para se të kalonin. And then after 3 days, the officers went through the camp and gave these orders. Më pas 3 ditësh oficierët kaluan nëpër tërë kampin edhe dhanë këto urdhra. And this is the meat that I want you to grab hold of today. Dhe ky është mishi të cilin unë dua që ju This ta is the mbani fort. action that I want you to grab hold of today. Ky është veprimi të cilin unë dua që ju ta merrni sot. When you see the Ark of the Covenant of the Lord your God, Kur të shihni arkën e beslidhjes së Zotit, and the Perëndis priests, tuaj, and the priests who are Levites carrying it, të mbajtur nga priftërinë Levit, you are to move out from your positions and follow it. do të niseni nga vendi juaj dhe keni për ta ndjekur. Then you'll know which way to go since you've never been this way before. Dhe keni për ta ditur se cilën rrugë të merrni përderisa nuk keni kaluar asnjëherë nëpërmjet kësaj rruge. But keep a distance of about 1,000 yards. Por mbani një distancë nga vendet e ndaluara. Between you and the ark, don't go near it. Për në mes të vetes tuaj dhe arkës. And then Joshua said, consecrate yourselves, Dhe Jozue u thashë intironi veten tuaj, because tomorrow the Lord will do amazing things amongst you. sepse nesër Perëndia ka për të bërë gjëra të mrekullueshme në mesin tuaj. How many believe that the Lord wants to do amazing things in our day and our time? Sa për jush besoni që Perëndia ka për të bërë gjëra të mrekullueshme në mesin tuaj? The cry of Habakkuk. Sorry? Lord, the cry of Habakkuk. Të vajtimin e Habakukut. Lord, I have heard of your fame. Zot, kam dëgjuar për famën I'm tënde. aware of your deeds and what you've done. Jam I vetëdijshëm për veprat e tua dhe për çfarë ti ke bër. Make them known in our day, Bëj të njohur në ditët e in sotme. our time. Në kohët e sotme. Lord, we have heard of the great things you have done. Zot, kemi dëgjuar për gjërat e mrekullueshme Throughout që ti ke history. bër nëpërmjet historisë, Revivals, nëpërmjet rizgjimit, healings, miracles, shërimit, mrekullive, deliverance, çlirimit, even here in Albania. edhe këtu në Shqipëri. But let us see them again. Por na bëj që ti shikojmë përsëri këto. But first the church must consecrate itself. Por në fillim kishta duhet të shenjtëroj veten, Humble ourselves. të porul veten, Turn from our wicked ways. të kthehen pas nga rrugët e këqija, Seek his face të kërkojnë fytyrën e Perëndis and pray. dhe të luten. So what do we see? Pra çfarë shikojmë? When you see the Ark of the Covenant of the Lord your God and the priests who are Levites carrying it, Kur të shikoni arkën e beslidhjes së Zotit dhe të shikoni priftërinë ta mbajnë atë, that was what they understood to be the presence of God. Kjo është ajo çfarë ata kuptuan të jetë prania e Perëndis. When you see the presence of God, Kur ti shikon praninë e Perëndis, but in order to see, you must be looking. por në mënyrë që ti ta shikosh atë, ti duhet të jesh duke parë. And that comes back to what I said earlier. Dhe kjo kthehemi pikërisht çfarë thash në I fillim. wasn't looking when I was standing in the rain in a graveyard, Unë nuk po shikoja teksa po qëndroja tek varrezat edhe në mes të shiut. so I couldn't see the presence of God, so I couldn't follow. Nuk mund ta shikoja praninë e Perëndis dhe nuk mund ta ndiqja atë. If the only time I see the presence of God is when an anointed music group is singing, Në qoftë se unë e shikoj praninë e Perëndis vetëm në momentin që një grup I vajosur është duke kënduar, I'm going to miss a lot of opportunity to see the Lord move and act. kam për të humbur shumë mundësi të tjera ku Perëndia është duke lëvizur. Church, we can't rely upon the experience of others for us to experience the glory of God. Nuk mund të presim që ta përjetojmë praninë e Perëndis vetëm në momentet ku të tjerët janë duke përjetuar atë. We need to transform our minds. Ne duhet të ndryshojmë mendsinë tonë. We need to renew the way we think, Duhet të ripërtërim mënyrën se si mendojmë which is the word repent. dhe e cila është fjala pendim. We need to be tuned into God. Ne duhet vërtet që të jemi kthyer me veshët e hapur ndaj So the Perëndis. first thing we need to do is we need to see the presence of God wherever we are. Dhe çfarë ne duhet të bëjmë është që ne duhet ta shikojmë praninë e Perëndis kudo që ne jemi. And sometimes he's going to be moving, Ndonjëherë ai do jetë duke lëvizur and sometimes he's going to be still. dhe ndonjëherë ai ka për të qëndruar në heshtje.
And like Jesus, we will do what we see the Father doing. Dhe ashtu siç Jezusi bëri, ne kemi për të parë Atin dhe do veprojmë siç Ati We won't vepron. run ahead and try to get ahead of him or say, come with me. Nuk kemi për të nxituar, edhe kemi për të vepruar sipas kokës Nor tonë. will we stay back and say, well, when he starts doing something amazing, then I'll run and catch up. Dhe nuk kemi për të qëndruar në vend edhe të themi vetëm kur të shikoj Perëndin të jetë duke bërë diçka të mrekullueshme, atëherë kam për të vepruar dhe unë. No, when you see, Jo, kur ti shikon, then you move at the pace of what God is doing. atëherë ti vrapon dhe ecën në rrugën që Perëndia është duke vepruar. You move out from your position Ti lëviz nga vendi yt and follow the presence. dhe ndjek praninë e Zotit. Don't just move, Jo thjesht të lëvizësh, but follow. por të ndjekësh. And then verse 4 is very interesting because then you'll know which way to go. Dhe vargu 4 është vërtet interesant sepse thuhet dhe atëherë ti ke për të ditur cilën rrugë të ndjekësh. Even though you've never been this way before. Edhe pse ti asnjëherë nuk e kaluar nëpërmjet kësaj rruge. I've been in Revival Church for 30 years. Kam More qenë than 30 years. kam qenë në një kishë rizgjimi për më shumë se 30 vite. I've been in church for more than 60 years. Kam qenë në kishë për më shumë se 60 vite. And I've been washed by the blood of Jesus for more than 50 years. Dhe kam qenë i larë nga gjaku i Krishtit për më shumë se 50 vite. And God never changes, Dhe Perëndia asnjëherë nuk ndryshon. but sometimes what he does is very different. Por shumë herë çfarë ai bën është vërtet ndryshe. When the children of Israel were in Babylonian captivity, they worshiped in one way. Kur bitë Perëndis ishin në Babiloni dhe edhe po vepronin ndryshe, Because they were captive. sepse ishin të burgosur, When they were in the desert, they worshiped another way. dhe kur ishin në shkretë të tjerë, ata po adhuronin në një mënyrë tjetër. And when they were in Jerusalem, they worshiped in the temple. Dhe kur ishin në Jeruzalem, ata adhuronin në tempull. Same God, I njëjti Zot, same worship, e njëjti adhurim, but different style, different way. por një mënyrë ndryshe. God is moving on the earth today. Perëndia është duke lëvizur këtu në And tokë. he's going to move in ways that we've never seen and we've never experienced. Dhe ai ka për të lëvizur në një mënyrë të cilën neve nuk e kemi parë asnjëherë dhe nuk e kemi përjetuar asnjëherë. But if the word of God is not rare in us, Por në qoftë se fjala e Perëndis nuk është e rrallë në ne, and if we're tuned into his presence, dhe jemi vesh hapur edhe jemi të kthyer në tek prania we e won't tij, be deceived. We will know what is God and we will be able to move accordingly. dhe nuk do jemi të mashtruar, por do e dim edhe do lëvizim ashtu siç Perëndia është duke lëvizur. And we will be able to obey everything that he says, Dhe do jemi në gjendje që të bindemi çdo gjëje që Perëndia thot. and we will see amazing things amongst us. Dhe kemi për të parë gjëra të mrekullueshme në mesin ton. So verse 5, once again, Vargu 5 edhe një herë. consecrate yourself. Shenjtërojeni veten tuaj. Consecrate means to set yourself apart, Të shenjtërosh veten do të thotë ta veçosh veten tënde, purify, cleanse, ta pastrosh veten tënde, dedicate yourself. ta dedikosh veten tënde. The season has come Sezoni ka ardhur stina, where one foot in the world and one foot in the kingdom is not enough. ku një këmbë në botë dhe një këmbë në mbretëri nuk është më mjaftueshëm. We need to cleanse ourselves from all ungodliness. Duhet ta pastrojmë veten tonë nga komplet të sëqënuri të paperëndishme. But God të jo makes that perëndishme. easy. Por Perëndia thotë që nuk ka për In të 1 qenë John, e lehtë. he says, if you do sin, there's an advocate Perëndia thotë që nëse ti ke për të mëkatuar do ketë një pasojë. And if we confess our sins to Jesus, Dhe nëse neve rrëfejmë mëkatin ton tek Jezusi, he is faithful and just ai është besnik dhe i drejtë to cleanse us from all unrighteousness and forgive our sins. për të na pastruar neve nga çdo padrejtësi edhe për t'i falur mëkatet tona. We don't even have to deal with most of the consecration except saying, Lord, I repent. Neve nuk kemi më pse të ballafaqohemi me pasojat tona, vetëm na duhet të shkojmë përpara Perëndisë dhe t'i themi Perëndis Zot na fal. I confess, Unë rrëfehem, I surrender, unë ndërzohem and I will follow. dhe unë kam për të ndjekur. Consecrate yourselves. Shenjtërojeni veten tuaj. These are the days To janë ditët
that God would like to transform nations. ku Perëndia do doj të transformoj kombet. It's no accident that the Middle East is. Nuk është një aksident ku ndodhet lindja e mesme. It's been a mess before, it's a mess right now. Ka qenë edhe më përpara kështu, është edhe tani kështu. It's Një no rrëmuj. accident that Tirana is a mess, it's been a mess before. Nuk është një aksident që Tirana është kaq rrëmuj, ka qenë edhe më përpara. It's no accident that Washington is a mess, it's been a mess for a long time. E njëjta gjë është edhe me Washingtoni, ka qenë dhe është një rrëmuj. But God has something in store. Por Perëndia ka diçka për ne. But the devil also has a plan. Por gjithashtu edhe i ligu ka një plan. But if God's people, Por në qoftë se njerëzit e Perëndis, who are called by his name, të cilët janë të thirrur nga emri i tij, in his character, in his authority, në autoritetin dhe në karakterin e humble Perëndis, themselves, e përulin veten e tyre, pray, luten, confess their sin, rrëfejnë mëkatet e tyre, repent, turn from their wickedness, pendohen dhe kthehen nga rrugët e këqija, seek his face, kërkojnë fytyrën e tij. if they consecrate themselves unto the King of Kings, Në qoftë se e shenjtërojnë veten e tyre për mbretin e mbretërve and then release the prayers that God gives them, dhe çlirojnë lutjet të cilët Perëndia vendos në gojën e tyre, he's faithful, ai është besnik and he will hear from heaven, dhe ai ka për të dëgjuar nga qielli. and he will release the power and fire of God to bring healing as his glory floods the Dhe land. ai ka për të çliruar frymën e Perëndisë që ka përcjellur shërim dhe çlirim në kishën e Zotit, në këtë botë. Do you sense the presence of God in this room? A e ndjeni praninë e Zotit në këtë dhomë? If you do, stand up. Në qoftë se e If ndjeni, you don't, that's ngrihuni. okay. Në qoftë se nuk e ndjen, është okay. But if you sense the presence of God right now in this room, stand up. Por në qoftë se e ndjen praninë e Zotit në këtë dhomë, tani ngrihu. When you see the ark of the Lord Kur të shikoni arkën e beslidhjes, and the priests who are Levites carrying it. atë të cilët priftërinë levit po e mbajnë. Now, I'll tell you, some of us, Dhe do ju them që disa prej nesh, I said I was a believer for over 50 years, ju thash që jam një besimtar për rreth 50 but I really vitesh. never saw except glimpses of the glory of God Por mund t'ju them që kam parë vetëm grinca të lavdisë Perëndis until the mid-1990s. deri në vitet 90. And at first I didn't see it, Në fillim nuk e kam parë, but I saw priests. por unë pash I priftëri, saw men and women of God pash burra dhe gra të Perëndishëm, moving in that presence. duke lëvizur në atë prani. And so I decided I'd follow. Dhe Even if I vendosa didn't që do ta sense ndjek, edhe pse nuk e ndjej, Even if I didn't see it, edhe nëse nuk e shoh, I saw the impact of it. unë pash impaktin që kishte. So even if you don't feel anything tonight, Edhe pse ndoshta ti nuk ndjen diçka sot, keep looking, vazhdo të kërkosh, keep reaching, vazhdo të shikosh, keep reading, vazhdo të lexosh, keep praying. vazhdo të lutesh. Father God, I pray for every person in this room, Atë unë lutem për çdo person në këtë dhomë, and I pray blessings upon them. lutem për bekime në jetën e tyre, I bless them in the authority that you've given me. i bekoj në autoritetin që ti më ke dhënë. And now, Lord, then I ask you Dhe Zot, unë të kërkoj ty to empower them për t'i fuqizuar ata, to be strong and për të courageous, qenë të fortë dhe trima, to be consecrated unto the Lord. për të qenë të shenjtëruar në Zotin, That nations would change. që kombet të ndryshojnë. That your name would not be mocked and ridiculed, but exalted high over the nations of Europe and beyond. Që emri i yt të mos tallet më, po të ngrihet lart në çdo komb për teja e Europës. That your glory would not be isolated in temples and churches, but it would be released to heal the land. Që prezenca jote, lavdia jote nuk ka për të qenë e izoluar vetëm në kisha dhe në tempuj, por ka për të shliruar në mbar botën. And I pray for a holy boldness Dhe lutem për një guxim të shenjtë, to infest your church për të rritur edhe për të fuqizuar kishën tënde. and a zeal for righteousness Edhe që kam për të qenë të drejtë will overwhelm every leader and every believer. dhe ka për të prekur çdo besimtar dhe çdo drejtues.
that people can see and know that you are the one true God. Dhe njerëzit kanë për të parë që ti je një Zot dhe je i vërtet. If you can, lift a hand up high and put one on your heart. Ngrini një dorë lart dhe vendosini dorën tjetër në zemër. And if you're willing, just in your own words, say, Dhe në fjalët e juaja thoni: here I am, God. Ja ku jam, Zot. Let me know your presence. Më bëj që të njoh praninë tënde. Let me see your glory. Më lër që të shikoj lavdinë tënde And let me walk in your ways. dhe më lër që të ec në rrugët e tua. And I pray it in the name of Dhe Jesus. lutem në emrin e Jezusit. Amen. 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 Consecrate yourselves. Shenjtëroni veten tuaj. For tomorrow, Për nesër, maybe even tonight, edhe për sot, the Lord will do amazing things amongst you. Perëndia ka për të bërë gjëra të mrekullueshme në mesin tuaj. God bless you. Perëndia ju bekoft.